Territori shqiptar për datën 12 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme duke sjellë mot me vranësira dhe rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë me rreshje shiu në shumicën e zonave, ndërsa pasditja vijon me rreshje më të dobëta dhe intervale të shkurtra për mirësimi në zonat qendrore dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës nuk priten intervale të gjata me diell për shkak të vranësirave të shumta. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugor dhe jugperëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 12 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:33 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:17 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 8 deri në 12 gradë Celsius. Kukës, 5 deri në 12 gradë Celsius. Peshkopi, 5 deri në 10 gradë Celsius. Tiranë, 9 deri në 13 gradë Celsius. Durrës, 10 deri në 14 gradë Celsius. Kavaj, 9 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan, 8 deri në 11 gradë Celsius. Berat, 10 deri në 14 gradë Celsius. Korçë, 2 deri në 8 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër, 7 deri në 12 gradë Celsius. Sarandë, 11 deri në 16 gradë Celsius.